Ligji për përdorimin e gjuhëve, respektivisht përdorimin e gjuhës shqipe, vazhdon të jetë një nga temat më të nxehta në vendin tonë. Nëse do të lejohet përdorimi zyrtar i shqipes ose ligji do të shpallet antikushtetues, do të vendos gjykata kushtetuese. Pikërisht këtë institucion sot e vizitoi presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova, po edhe pjesa më e madhe e ambasadorëve të akredituar e që veprojnë në Maqedoninë e Veriut. Pikërisht për temën e shqipes, televizioni Shenja e pyeti presidenten Siljanovska. Sipas saj, gjykatësit e kushtetueses duhet të veprojnë drejt, me guxim e duke mos rënë prej e ndikimeve politike. Nuk dua të ndikoj tek gjykata kushtetuese, por do e jap një porosi gjenerale. Të mbështeten në kushtetut, ta mbrojnë kushtetutën, të jenë të guximshëm, të mbështeten në amicus curiae dhe mendimin e Komisionit të Venedikut dhe në atë mënyrë nuk do të gabojnë, të abstrahohen nga politikanët në momentin kur do të vendosin. E kreu i kushtetueses vendosi që të mos i kushtoj rëndësi kësaj teme, duke treguar edhe një herë prioritetet që i ka. Për çështje që nuk kanë të bëjnë me temën do të përgjigjem të mërkurën, sepse për mua kjo çështje që po flasim sot është shumë e rëndësishme. E kam thënë edhe në konferencën time të parë pas emërimit dhe kam treguar se cilat janë prioritetet e mia, e kur fillojnë të realizojnë prioritetet që kam, jam shumë i lumtur. Një nga prioritetet ishte se do të bisedoj me të gjithë faktorët për nevojën e sjelljes së një ligji për gjykatësit kushtetues. Në gjykatën kushtetuese, sot është organizuar debat për nevojën e sjelljes së ligjit për gjykatën kushtetuese, debat në të cilën mori pjesë veçqerash edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Angela Ageler, por edhe ambasadorë të tjerë të akredituar në Maqedoninë e Veriut.